Ndërsa Shqipëria ka hyrë në fazën përfundimtare të procesit të integrimit në Bashkimin Evropian, atë të përmbylljes së negociatave, ekspertët vlerësojnë se njohja e qytetarëve shqiptar me detajet e procesit edhe ndikimin e tij në jetën e përditshme mbeten ende në nivelin e dëshiruar. Ky ishte një nga mesazhet kryesore të një aktiviteti të zhvilluar në Bibliotekën Publike Marin Barleti në Shkodër. Gjatë takimit, ekspertja procesit të integrimit Zamaida Mozali referoi mbi historikun e marrëdhënieve mes Shqipërisë dhe Bashkimit Evropian, si dhe mbi sfidat që shoqërojnë rrugtimin e vendit drejt anëtarësimit. Sipas Mozalit, ndër sfidat më të ndjeshme mbeten ato me karakter ekonomik, pasi procesi për afrimit me standardet europiane kërkon reforma të thella dhe rritje të konkurrueshmërisë së ekonomisë shqiptare. Publiku nuk është i informuar. Nëse ai nuk ka informacionin bazë, nuk ka dhe si përfshihet në proces. Ky publik duhet jetë i mirë informuar edhe për faktin që ka vuajtje përsëri, edhe sepse duhet të, le të themi, turbullosh ujërat një herë që pastaj të kthjellohen. Domethënë, ky publik do të vujë pasojat, qoftë edhe ato financiare, për të arritur në standardet europiane, të cilat pra me kalimin e kohës do të sistemohen. Faza e përmbylljes së grup kapitujve në të cilën Shqipëria ka hyrë vetëm pak ditë më parë, konsiderohet nga zyrtarët e lartë të Bashkimit Evropian si testi më i rëndësishëm për institucionet shqiptare. Qeveria shqiptare synon përmbylljen e negociatave brenda vitit 2027, ndërkohë që objektivi i shpallur mbetet anëtarësimi plot i vendit deri në vitin 2030.